ku kanë kaluar 24 orë nga ngjarja e mbrëmshme në qytetin e Memaliajt, ku pas një konflikti me armë zjarri përfundoi i vrarë një 30 vjeçar dhe i plagosur rënd vllai i 2 autorëve të dyshuar dhe të shpallur në kërkim nga policia. Duket se këtë të mërkur qyteti është zgjuar më i qetë, banorët kanë vijuar për ditëshmërinë e jetës së tyre në këtë qytet të vogël, ndërsa shprehen të tronditur për ngjarjen që ndodhi, edhe pse një vend ku të gjithë njihen me njëri tjetrin, ndoshta është e vështirë të përkufizohen njohjet dhe veprimet e këtyre të rinjve. Kjo është hera e parë që ndodhi të kësaj natyre këtu në Memaliaj. S'ka ndodhur në Memaliaj. Kësa radhe ku dim shkëgjata çuna të rinj. Ne jemi në 80, ata në 30 vjeç. Punë të la misteria që karikon të bateritë e minierës, ajati. Qatim shketim të jo, s'ka qenë të sektori, ka qenë me sektor tjetër. Shumë të mirë ishte, 2 palë ka qenë njerëz mirë. Unë jo vetë më gjitonin tim atë që vëra. Shumë djali mirë. Shtë të them unë, s'ke se shtua për një të ri. Punon të i punësuar të ky klubi këtu, i punësuar. Po njerëz shumë të mirë, familje shumë e mirë. Isha në shtëpi ku të gjova merdira. Shumë të mira janë që të dy. Dhe të djalit që ka ndruar jetë edhe të ati. Nuk i kanë njeriu më qafë. Janë familja në punë e tyre. E ndërsa instancat përkatëse vjojnë punën për zbardhjen e plotë të një ngjarjeje që tronditi këtë komunitet të vogël banorësh, Memaliaj do të vjojë për ditëshmërinë duke pritur vizitor për t'i njohur nga afër me historinë e traditën që të ofron qyteti i minatorëve.